Rruga Prenjo Petoshati vion të jetë kthyer prej vitesh në gangren për qindra familje të cilat jetojnë në lagjen 24 maj. Amortizimi tepër i lartë i kësaj rruge, gropat e shumta, pellgjet me ujë të ndotur e kanë kthyer në një prej problemeve më shqetësuese për ta ndër vite, veçanërisht për drejtuesit e automjeteve. Banorët e zonës që jetojnë aty prej vitesh thonë se kështu e mbajnë mend ndër dekada. Sipas tyre, asgjë nuk ka ndryshuar për të përmirësuar sadopak infrastruktura rrugore në këtë blok banimi. Banorët pohojnë edhe faktin se gjatë ditëve merreshje segmenti kthehet në totalisht të pakalueshëm. Sipas tyre, rrugës gjithë gropa i shtohet edhe mungesa e ndriçimit rrugor për gjatë mbrëmjes. U kam të jetën të dojë, po sa vje këtë? Të jetën. Të jetën të. Si ma përshkruan sot? Rrugën ta përshkruaje, mos më keq, ja shikoje. E qa, ujti këtu në ndarë, nuk ka dojët. Jeni ankuar? Jemi ankuar me 10 herë, edhe prapë s'ka në të regullojnë. Ja e kësë të da këtu, në timi pluri, në mbytë. Ke shpresë do bëhet? Nuk kanë shpresë. Po nuk bëhet. Po më nuk e djetë. A shumë banorë që jetojnë për gjatë segmentit rrugor? Po shikoje, ka plot. Një shpjerë, një kjo dajë. Dajë rrugë për shatë deri këtu e kanë sjellë e konë në vejtë. Deri këtu ka qenë. Pastaj përjashtohet pjesë. Po përjashtohet e. Ka ndonjë arsye përjashtimi ande? Atë nuk e di unë, e din qeveriat punë. Zdim gjë. Jo vetëm për banorët që jetojnë në këtë rrugë, por edhe për kalimtarët që kalojnë aty apo shkojnë tek familjarët të afërmit e tyre, gjendja e saj bie në sy, duke konfirmuar edhe ata se prej vitesh kjo gjendje nuk ka ndryshuar. Duke marrë shembull bllokun e tyre të banimit, qytetarët thonë se nuk është e vetmja rrugë e cila vazhdon të jetë me infrastrukturë rrugore të degraduar ndër vite. Po tash është për i bret zotit, në këtë vit të jemi këto rrugët kështu për i bret. Është turp. Gjithë gropa bart nuk dalim dot, duhet dalim me 2 palë këpucë. Një me vete, një ti kemi rezervë. Nuk ka ardhur vend të investohet në periferi ose ndoshta brenda bllokëve të banimit. Po ne jemi shumë të thuash periferi, këtu s'është periferi. Ja kush 10 minuta del Transballkanike. Pastaj kjo lagje është çike veçantë, se shkojmë asfalt. E po këtë ka ngelu si puna jonë ande nga jemi neve. Ande ish bërë asfalt e ku jemi ne është balt. Vetëm një rrugë e përjashtuar. Po. 20 vjet kam në një këtu. 20 vjet. Po ka qenë më mirë para 20. Tani është bërë Më keq. Për breti Alemi themi ne. Vlen të theksohet fakti se vetëm 2 vite më parë përfundoi në zonë një projekt i cili rehabilitoi në total çdo blok banimi dhe rrugë në lagjet 1 maj dhe 24 maj në Vlorë. Prej projektit, vetëm segmenti rrugor Prenjo Petoshati mbeti pa u rehabilituar me rrugën tashmë e cila vijon gjithë gropa, pluhur apo pellgje me ujë të ndotur.